Përshëndetje të dashur miq dhe ndjekës të faqes tonë Acre Real Estate, por dhe të gjithë ju që jeni në kërkim të një shtëpie private të ndodhur në afërsi të bulevardeve kryesore. Themi të afërsi të bulevardeve kryesore, sepse kjo shtëpi që do t'ju prezantojmë sot ndodhet eksaktësisht midis Bulevard Republikës dhe Bulevardit Gjergj Kastrioti. Por le ta shohim se çfarë ajo na paraqet. Më ndiqni ju lutem. Sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Mirë se erdhët të dashur miq në brendësi të kësaj banese, më saktësisht në mikpritësi park. Ky obor i mrekullueshëm i kësaj banese. Një obor i cili do të bëjë ditët tuaja të jetesës në këtë banesë më relaksuese, më frymëzuese. Gjithashtu do t'i mbush ato me aktivitet të përditshëm. Kjo banesë ka një sipërfaqe totale të truallit prej 164 metra katror, ku gjurmën e ndërtimit e kemi atë të 74 metrave katror, e ngritur në 2 kate, bën një sipërfaqe prej plotësisht 148 metra katror. Por le ta shohim nga brenda organizimin e kësaj shtëpie private. E ndërtuar në atë mënyrë që freskia të jetë gjithmonë prezente në te. Ky korridor është ai që ndan të gjitha ambientet e akomodimit në këtë banesë. Njëra prej të cilave është kjo dhomë ndenje, ose të paktën e tillë është organizuar nga vetë banuesit e kësaj shtëpie. Siç mund të shihet, e pozicionuar në pjesën juglindore, nga ku drita do të jetë e pashtershme gjatë gjithë ditës. Ngjitur me te ndodhet kuzhina e saj, një kuzhinë modeste e vendosur atje për të mos shqetësuar anëtarët e tjerë të familjes. Gjithashtu, ky kat i parë ka dhe tualetin. Një tualet modest, i gjithi i pajisur me të gjitha hidrosanitaret dhe gati për përdorim. Nuk mbarojnë detajet klasike dhe karakteristike të kësaj banese që nga shkallët, dyert e saj, dritaret apo dhe sendet dhe objektet. Por ne do të shohim ambientet e akomodimit. Në këtë kat të dytë ndodhen 2 ambiente akomodimi që janë shfrytëzuar si dhoma gjumë. Njëra është ajo e çiftit martesor dhe kjo e pozicionuar në pjesën juglindore të banesës. Dhe gjithashtu ngjitur me këtë dhomë kemi dhe dhomën e fëmijëve ose të kujdo antarit tjetër të familjes. Kjo e pozicionuar në pjesën verilindore. Në këtë kat të dytë ndodhet gjithashtu e pozicionuar dhe një pjesë magazinimi e kësaj banese, e cila mund të shfrytëzohet në çdo moment nga ju. Do të jetë kjo shtëpi private, kjo banesë karakteristike korçare, ndodhur në lagjen 11 të këtij qyteti, e cila pret të bëhet tuaj me çmim prej vetëm 18 milion lekë të reja të dashur miq, të cilat sigurisht që mund të jenë të diskutueshme pranë studios tonë Acre Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Për çdo informacion shtesë telefononi në këta numra këtu dhe mos harroni se atë që kërkoni e gjeni tek ne. Acre Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më saktë, më sigurt. Ju mirëprej.